Një histori 300 vjeçare prodhimi, 12 vite prezencë në tregun shqiptar dhe po 12 vite pjesëmarrje në një prej eventeve më të mëdha verore në vend. Bira Bavaria është rikthyer edhe këtë vit në festën e birës në Korçë, duke ruajtur një traditë që nisi që prej momentit kur marka mbërriti për herë të parë në Shqipëri në vitin 2014. Për kompaninë, Korça nuk është thjesht një treg ku produkti konsumohet, por një qytet me të cilin sipas saj është krijuar një marrëdhënie e veçantë ndër vite. Në edicionin e këtij viti, festa e birës ka sjellë një tjetër risi, duke u zhvendosur për herë të parë në një hapësirë të re, edhe më të madhe në polin e eventeve në Drenov. Ndryshimi i lokacionit ka sjellë një eksperiencë të re edhe për kompaninë pjesëmarrëse, të cilat janë përshtatur me një hapësirë më të gjerë dhe me një koncept të ri të eventit. Në këtë atmosferë, Bavaria ka prezantuar për konsumatorët jo vetëm birën tradicionale, por edhe alternativën pa alkool, Bavaria 0.0, ndërsa në ofertën e kompanisë janë edhe birat artizanale të markës La Trapet, të cilat kanë tërhequr veçanërisht vëmendjen e turistëve të huaj. Me një traditë që shkon pas në kohë për rreth 3 shekuj, Bavaria është një prej markave me një histori të gjatë në industrinë e birës. Bira Bavaria është një birë me histori 300 vjeçare prodhimi, që 1917. Neve si kompani kemi prej 2014 që importojmë nga Hollanda drejt për drejt në Shqipëri dhe jemi pjesëmarrës të festës birës që ditën e parë që ne kemi importuar. Pra ne jemi qenë prej 12 vitesh suportues të festës birës. Në 12 vite, me sa mbaj mend, ne jemi vetëm birë importi që suportojmë festën e birës të Korçës dhe normalisht dhe birat lokale. Një tjetër produkt që kompania e ka vendosur në fokus është Bavaria 0.0, bira pa alkool, e cila sipas menaxherit të marketingut Rubin Grashdani ka një pozicion të rëndësishëm në tregun shqiptar. Ai thotë se produkti synon konsumatorët që preferojnë të shijojnë birën pa konsumuar alkool. Historia birës fillon që nga bira me alkool dhe bira pa alkool, që neve jemi lider të tregut shqiptar për birën Bavaria 0, që është e vetmja certifikuar halal. Pra është për të gjitha moshat, për shtatzanit, për shtatzana, për muslimanë dhe për të gjitha. Por këtë vit risia nuk ka qenë vetëm te produktet, për herë të parë festa e birës është zhvilluar në një tjetër hapësirë, një ndryshim që është ndjer edhe nga kompanitë pjesëmarrëse. Bavaria e konsideron këtë një eksperiencë të re, pavarësisht se prej 12 vitesh është pjesë e festës. Pjesëmarrja te lokacioni i ri ishte risi për të gjithë. Është një ambient shumë i madh që do kohë të punohet dhe të nxirret në atë ku është. Është lokacion i ri, normalisht do ka ato nevojë për ndryshime të veta. Për përmirësime të gjëra, të gjitha që janë. Këto ditë kanë qenë mjaft intensive. Dashamirësia nga populli i Korçës ka qenë shumë e madhe për të pjesëmarrën këtë festë, kështu që për ne është si një vend i ri, është një eksperiencë e re. Pavarësisht edhe pse kemi 12 vjet në këtë festë bire. Mes mira qytetarëve dhe turistëve që kanë vizituar festën, kompania vëren një pjesëmarrje të konsiderueshme të konsumatorëve vendas, ndërsa për turistët e huaj, interesi është shtrirë edhe te produktet artizanale të ofruara nga Bavaria. Pjesa më e madhe e konsumatorëve tanë janë korçarë. Pra edhe përveç turistave, sepse neve përveç birës Bavaria ne kemi edhe birat tradicionale, artizanale të murgjve që neve tregtojmë, që është bira La Trapet, që është këto ditë ka qenë një nga birat më preferuara të turistëve të huaj, që kërkojnë një birë specifike. Atmosfera e festës është reflektuar edhe në ecurinë e markës gjatë eventit. Kompania vlerëson se Bavaria është pritur mirë nga konsumatorët, ndërsa edhe pjesëmarrja e markave të tjera ka krijuar një atmosferë të larmishme në këtë edicion. Gjithë standet janë mirë pritur mirë nga bira Bavaria, ka pasur një ecuri shumë të mirë, kështu që gjithçka ishte e pritshme, nuk është se ishte një surprizë e re për neve. Kështu që për neve ka qenë një pjesëmarrje e rregullt dhe korrekte. Për birën Bavaria, pjesëmarrja në këtë event është tashmë një traditë, por edhe një mënyrë për të shprehur mirënjohje ndaj publikut korçar. Kompania thotë se mbështetja nuk kufizohet vetëm te ditët e festës, por shtrihet gjatë gjithë vitit. Patjetër, sepse kjo është në radhë të parë është një falënderi për popullin që e Korçës na ka mbështetur gjithë këto vite. Përveç festës birës ne kemi edhe një ecuri shumë të mirë gjatë periudhës të vitit në Korçë, kështu që është një detyrim moral që neve duhet ta suportojmë. Ndryshe nga një aktivitet ku kompanitë synojnë kryesisht shitjen, Grashdani thotë se në këtë event fokusi është edhe te prezenca dhe marrëdhënia me konsumatorin. Për këtë arsye, çmimet e produkteve janë mbajtur në nivele preferenciale. Neve këtu jemi si pjesëmarrës si kompani dhe jo ne jemi për panajir dhe nuk jemi për të gjeneruar të ardhurat. Po të shikosh, të gjitha birat u shiten me çmime preferenciale që janë
janë çmime që është njësoj sikur neve t'ia faturojmë një klienti fundor. Pra, jemi munduar që të marrim çmime të ulta si birrat lokale vetëm për të pas një përfaqësi sa më dinjitoz me popullin. 12 vite nga hyrja në tregun shqiptar dhe 12 vite pjesë e festës së birrës në Korçë. Bavaria synon ta vijojë këtë traditë duke e parë eventin jo vetëm si një mundësi për të prezantuar produktet, por edhe si një lidhje të konsoliduar me publikun korçar dhe me mira vizitorët që çdo vit i bashkohen festës.